Monumenti që flet, kujtimi i Leotrim Ahmetit dhe viktimave të luftës në Kosovë. Ky është Leotrim Ahmeti. Një emër që bardh dhimbjen dhe krenarinë e një populli të plagosur nga lufta, por që nuk e harroi kurrë. Ai u masakrua nga ushtria serbe, duke u bërë një ndër qindra e mijëra viktima të pafajshme të një lufte që nuk kursente askënd, fëmijë, gra, pleq e burra. Pas luftës, shqiptarët ndërtuan monumentin më të madh në kujtim të viktimave, dhe aty gjendet edhe ai, Leotrim Ahmeti, një dëshmi që të le pa fjalë. Monumenti i ngritur nuk është thjesht një vepër arti apo një copë betoni e ftohtë. Ai është ndërgjegja e një kombi, një dëshmi e dhimbshme e së vërtetës së një populli që për dekada të tëra u përball me mizori dhe heshtje ndërkombëtare. Në Skenderaj, para këtij monumenti, asnjë fjalë nuk mjafton. Çdo vizitor përballet me një realitet që nuk mund të mohohet, me plagën e një kombi që ende rrjedh gjak nga padrejtësitë historike. Sikur të isha kryeministër, secilin delegacion të huaj që do të vinte në Kosovë, pa përjashtim, do ta çoja pikërisht këtu. Sepse para këtij monumenti, para fytyrës së Leotrim Ahmetit, askush nuk ka të drejtë të kthejë kokën tjetër. Të gjithë duhet të ndihen përgjegjës për heshtjen e tyre atëherë dhe për heshtjen që vazhdon edhe sot. Ky monument nuk është vetëm për kujtim, ai është një thirrje që historia të mos përsëritet. Është një betim se gjaku i pafajshëm nuk do të harrohet. Se për çdo delegacion që vjen, për çdo politikan që premton, për çdo diplomat që hesht, kujtimi i Leotrim Ahmetit do të vazhdojë të na kujtojë se liria u pagua me gjak, dhe se ne nuk do të ndalemi së kujtuari. Ky është monumenti që flet më shumë se çdo fjalim politik. Ky është zëri i popullit të plagosur, por të pamposhtur të Kosovës. Dhe le të bëhet i gjallë çdo ditë që historia të mos shkruhet kurrë më me gjakun e një populli të pafajshëm.